Thashë thëmë janë bartja e fjalëve prej një njeriu tek një njeri tjetër, prej një shoki tek shoki tjetër, prej një familje tek familja tjetër, prej një shoqërie tek shoqëria tjetër, veç për me bë çrregullime, veç për mi prish njerëzit, veç me bë çrregullime në tokë. Kjo është, këso i thujnë thashetëme. Dhe thashetëmja kjo, sikur që ka përmend Ibn Hajar el-Haytami në Ez-Zawaj, në librin e tij Ez-Zawaj, se jenë pajtu dietarët islam. Dietarët islam janë të gjithë unanim se një veprim i tillë është haram. Një veprim i tillë është ndaluar. Thashë thëmë qitu për që këtë synim çka te ki mbrapa është ndaluar. Ndërsa Neveviu thot është ndaluar me Kur'an, me sunet të pejgamberit alayhis salam dhe me unanimitet të dietarëve islam. Para nuk paska dy fjalë të çështje, se kjo çështje e përhapur, përsëri që është e përhapur në shoqërinë islame, është ndaluar, është haram bartja e fjalëve.